Pra jemi marrë vesh të gjithë ata që pranojnë që të kryejnë obligimet nga data 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014 t'ju shlyhen të gjitha borxhet, pra falja e borxheve deri në fund të vitit 2008 të jetë e kurzuar me shlyerjen e obligimeve nga viti 2009 deri në vitin 2014. Ligji do saktësoj se cilat borxhe do të falen. Pra në parim ne kemi rekomanduar që të shkohet me faljen e borxheve sa i përket furnizimit me energji, furnizimit me ujë, me ngrohje, pagesa për mbeturinë, obligimet e bizneseve dhe qytetarëve ndaj administratës tatimore dhe ndaj administratës doganore dhe obligimet e qytetarëve dhe të bizneseve për pagesën e tatimit në pro. Mas kësaj periudhe ka pas incentiva tjera për familjet që janë asistencë sociale, për pagesën e energjisë për shembull. Dhe ne tash po ofrojmë edhe lehtësira tjera përveç faljes së borxhit deri në fund vitit 2008 për themelu grupin punues që shumë shpejt do dalë para qeverisë me koncept dokument për themelimin e këtij fondi. Unë kam zhvilluar biseda me donatorë, me institucione të ndryshme. Vlerën ende nuk e di, po kemi mjete edhe prej buxhetit të Kosovës, veç janë zotuar mjete prej donatorëve. Ne tash po mendojmë për vendosjen e kornizës ligjore dhe funksionale